shëndetësi, falas dhe politikë sociale për të gjithë, subvencionim të smurëve cilët janë bërë operacion nga zemra dhe kanë stenda. Të shfrytëzoj rastin të përshëndes qytetarët e komunës së Dragashit. Unë sekretare e komunës bashku me kryesinë e Degës dhe ekspertat që kemi ne, kemi përgatitur një program qeverisës për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar me një vizion të qartë ku besimi i qytetarëve është kapitulli ynë më i madh. Ne synojmë ndërtimin e një komune moderne, transparente, gjithëpërfshirëse, pa asnjë akt akus për korrupsion, pa keqpërdorime, me një menaxhim të mirë të buxhetit dhe shfrytëzim të tij mbi 95%, si dhe llogaridhënie publike. Programi jon bazohet në 6 shtylla, rrata parë do të flas për shëndetësi, falas dhe politikë sociale për të gjithë, shërbime shëndetësore primare, të avancuara, falas për të gjithë qytetarët, gjithashtu edhe disa shërbime sekundare, shërbime ginekologjike duke përfshirë këtu edhe shërbimet me ultrazën edhe papatestin falas, shërbime kardiologjike, oftalmologjike dhe neuropsiatrike. Subvencionim i grave të cilat vujnë nga kanceri i gjinit dhe nga kanceret tjera, subvencionim të smurëve cilët janë bërë operacion nga zemra dhe kanë stenda, subvencionim i të smurëve të pacientëve me dializë, themelimi i shërbimit kujdesit paliativ, mbështetje të grupeve të marginalizuara, programi vizitave sistematike në shkolla, programi i monitorimit të zhvillimit të fëmijëve në 0-3 vjet, rritja e numrit të familjeve stërhuese dhe mbështetja atyre për fillim deri në 1200 euro, banim social në kuadër të projektit të qeverisë, mbështetje me lëndë djegëse për familjet e dëshmorëve dhe invalidëve të luftës, arsim për të gjithë, transport falas për të gjithë nxënësit e të 3 niveleve, mbi 100 bursa për student, trajnime të sidhënësme, përmirësimi i infrastrukturës, ndërtimi i qerdheve, angazhimi i stafit mbështetës, asistent dhe psikolog, shërbime publike dhe moderne. Koha, faleminderit për 2 minutat e parë.